Në një nga transmetimet të mëparshme të emisionit vëzhgime historike dhe arkeologjike, gjatë udhës për në Sakran, grupi ynë i xhirimit kaloi e u ndal në frakull të madh dhe në frakull të vogël dhe në pikën më të parë bën fjalë edhe për Alush Frakullën dhe të dy kryengritjet e mëdha të tij në krye të një mase të armatosur që arrinte deri në 7.000 vet. Në thelb të dy këto kryengritje kishin pakënaqësi ndaj administratës otomane dhe në punësve e shtresave të larta, pra ndaj një qeverisje të korruptuar që u kundërvij interesave të fshatësisë dhe shtresave të pasura shqiptare, në këtë rast të krahinave të Myzeqes, Mollakasës, Tepelenës e Laberis. Ja një moment nga bashkëbisedimi ynë me historianin Ilirian Gjika. Me që jemi këtu në Frakull, duhet të përmend një emër, që lidhet me emri Frakulla, është Alush Frakulla. Është udhëhesi i kryengritjeve popullore të vitet 1835-1837. Ai ka emrin Frakulla që unë nuk e di pse e mban, por është me origjinë nga Kreshpani, në Sakran, në komunën e Sakran. Ati është me origjinë dhe Jati Tianezimi dhe gjyshit Tia Ibrahimi. Ka dhe shtëpitë e tyre në Kreshpan, kur të kalojmë andej, do mundohet t'ua tregoj se ku kanë qenë shtëpitë origjinale të Alush Frakullës. Është vërtet që Alush Frakulla ka hyrë në histori si drejtuesi dy kryengritjeve të periudhës para Tanzimatit. Ato janë quajtur kryengritjet e Myzeqes të 1833-shit dhe 1835-s. Alush Frakulla ka qenë organizator i tyre. Është mbiemri Frakulla të intrigon diçka. Zoti Alil bëri mirë që e kujtoi pikërisht këtu në vendin e quajtur Frakull, që ne kemi dy vendbanime, siç e përmendëm, por ku ekziston toponimi, sepse kjo familje që duhet të jetë nga familja Vlora, siç shkruan e Qerembej Vlora, do ta ketë marrë mbiemrin pikërisht sepse në Frakull gjatë periudhës së pushtimit turk ka qenë edhe qendra e nahijes së Myzeqes. Ka qenë Mydyriet, ku qëndronte selia e Mydyrit, krahinarit sipas gjuhës së administratës turke që administronte Myzeqen, të paktën flasim Myzeqen e vogël, atë nga Vjosa deri në Seman. Bën fjalë gjithashtu edhe për vendlindjen e Alush Frakullës, se në Frakull të madh se në Frakull të vogël, por edhe në Kreshpan, ku të dhënat e pakta të çojnë tek sarajet e tij. Po fundja kjo s'është e dorës së parë, pasi nuk është menduar ndonjëherë se atje do të çelet një pikë muzeale. Kryengritjet, siç e tham, përfshin një hapësirë të gjerë të krahinave perëndimore e jugore të Shqipërisë dhe nëse emri prisit kryengritës është Frakull, teatri i luftimeve nuk ka të bëjë tashmë me Frakullën. Ndaj dhe mendohem që këtyre emisioneve t'i kushtojmë një transmetim të veçantë në emisionin e radhës vëzhgime historike dhe arkeologjike, aq më tepër që flaka e kryengritjes shpërtheu në një vend tjetër dhe pikërisht në Pordes, ku mbajt edhe kuvendi që njihet me emrin e këtij fshati dhe që nga përmasat kalon tek një beslidhje mirëfillt. Në të mori pjesë kryepleqësia të gjitha krahinave me përfaqësuesit e tyre, për çka folëm më sipër. Këtë transmetim po e hapim pranë Portesës, tek çezma e mbytit, për të vijuar më tej në një pikë tjetër, gjithnjë pa e ditur se në shpiku mblodh pikërisht kuvendi i kryengritësve në mungesë të një toponimie apo dhe të dhënave gojore brez pas brezi. Por gjithsesi, le të futemi në temë. Të njëjta të nderuar teleshikues, jemi këtu pranë fare ngjitur çezmës së mbytit. Është një objekt i njohur. Aisha tashi përbënde një toponimi çezma e mbyti, një tokë fjalësh që patjetër na vjen edhe pa egzageruar nga thellësia e shekujve. E zgjodhëm jo më kot, se kështu si rrjedh ujit e kësaj çezme, kështu kanë rrjedhur edhe ngjarjet në histori dhe jo më kot këtu jemi pranë me historianin Ilirian Gjika, me grupin tonë të xhirimit, ku bën pjesë sot edhe operatori Elio Kalivaci për në ndërtuar pikërisht këtë emision. Dhe do të thoshim një metaforë që ashtu si rrjedh ujit e çezmës, kështu kanë rrjedhur edhe ngjarjet në histori, të cilat neve përpiqemi në bazë të studimeve, të dhënave, të folklorit, të këngëve, të riprodhojmë, të njisim ato copa të shkëputura njëra nga tjetra,
për të ndërtuar një të tërë, megjithëse kjo gjithmonë nga një studim në tjetrin kërkon një vëmendje për ta rindërtuar ashtu siç ka qenë, ndoshta jo në shkallën më të përsosur. Ka objektivizëm, por ka dhe subjektivizëm për të dashur t'i ndërtojnë ngjarjet e të kaluarës mbas të, si thua, pikpamjeve të njerit historian apo të njerit studius dhe të tjetrit. Dhe do të imagjinonim, madje do thoshim i lirë që këtu mbase kanë pirë ujë dhe ata që kanë kaluar, mbase kemi të bëjë me një rrugë autentike të vjetër, këtu kanë kaluar, këtu janë friskuar, këtu janë çlodhur kryengritësit, ata që po niseshin pikërisht në kuvendin e Porzës që kemi fare pranë gjetur tu me mbytin. Vitit 1835. Sot, nderuar teleshikues, ne do të flasim për disa ngjarje historike që kanë ndodhur në prapa tokën e qytetit tonë të Fierit, siç janë kryengritjet e Myzeqes të vitit 1835 dhe 1837 që lidhen me një emër të harruar ose të spostuar paksa nga historiografia e sotme shqiptare, që është Alush Bej Frakulla dhe familja Frakulla, një familje që llagapin ose mbiemrin e mori pikërisht nga fshati Frakulli i Fierit, i cili ka dhe një histori të pandriçuar dhe interesante që ne do të kemi mundësi që emisionet e ardhshme ta ndriçojmë. Por, siç e shikoni dhe nga objektivi i kamerës, këtu jemi në një vend të njohur për të gjithë qytetarët Fierak, por dhe për të gjithë banorët e rrethinave të Fierit, por dhe udhëtarët, sepse pas shpinës kameramanit ton Elio Kalivaçi, kalon segmenti i rrugës automobilistike Fier Ballësh, Tepelen, Gjirokastër, Përmet, Kagavi, Sarand, por ky aks në disa kilometra më tej, në vendin e quajtur Kthesa e Patosit, aty ku ka qenë dikur kisha e Shën Markut ose fshati Griz Godolesh, ndahej dhe merrte drejtimin e lindjes për në Berat. Pra kjo është arteria kryesore e komunikimit të jugut të Shqipërisë me qendrën, me Tiranën, me Durrësin dhe me pjesë të tjera të Shqipërisë. Dhe i jep pikërisht ky segment rruge i ka dhënë atë fizionomi qytetit tonë, atë fizionomi që ai ka marrë sot si një nyje e rëndësishme e transportit në Shqipërinë jugperëndimore. Unë nuk jam dakord me shumë historian dhe geograf që emërtimin e rajonit perëndimore ngatrojnë me jugun e Shqipërisë. Fieri nuk është jug, pavarësisht se një pjesë të madhe të banorëve të Fierit janë zhvendosur nga zona të jugut dhe të Toskërisë dhe banojnë aty. Fieri është pjesë perëndimore e Shqipërisë, ose cepi jug perëndimor i Shqipërisë, por më tepër nga pikpamja gjeografike e ka rajoni perëndimor. Të ndalemi tek pikërisht ke çezma e mbyetit, e cila mban në vetvete dhe kjo një histori të kaluar që ata që e kanë ndërtuar mund na ndjekin nëpërmjet kamerës së emisionit ton. Këtu është vendosur një yll që ishte simboli i asaj periudhe dhe që përdorej rëndom në shumë fasada ndërtimesh. Viti 1972, mirëmbajtja rruga Fier. Do të thotë që është pikërisht sigla ose stampa që tregon ndërmarrjen që dikur që e ka ndërtuar. Pak a shumë është ruajtur arkitektura e çezmave të vjetra, sepse në vendet siç është dhe kodra e mbyetit, dalin burime natyrore, të cilat i gjejmë në të gjithë rrezën e kodrës, duke filluar që nga varrezat e Fierit, të cilat mbajnë po emërtimin të mbyetit, dhe dikur nga e kaluara njerëz për qëllime bamirësie, por për të lënë dhe emrin e tyre në histori, vendosën që në burime të ndryshme të ndërtojnë çezma. Në mbyet, ndoshta ka ekzistuar një çezmë e tillë, por ne nuk kemi njoftim dhe pikërisht burimi ka ekzistuar, siç e thatë ju pak më parë, burimi është shumë i vjetër, por vetëm në vitin 1972
u mendua që të sistemoj në këtë formë dhe qysh atëherë nuk është vënë dorë, po pavarësisht kjo çezëm, ky burim i dha emërtimin këtij vendi që të gjithë e njohim si çezma e mbyetit dhe është segmenti që kalon pastaj në Portës, ku rruga merr kthesën dhe drejtohet rruga automobilistike e Lindjes për të udhëzuar pastaj, siç e thash më poshtë, për në jug të Shqipërisë dhe për në Lindje. Unë do të citoj një libër që ka mbetur monument për gjithë krahinën e Myzeqes dhe që trajton ngjarje të viteve 1930 që ndodhen në Fier dhe në Myzeqen e Fierit, siç është Lumi i vdekur i Jakov Xoxës, ku në vëllimin e parë të tij ai thot në faqen 11: rruga e rrahur thot për në shënkoll të mbyetit, pasi siç dihet prapa shpinës ndodhet kisha e shënkollit, e cila dhe sot vazhdon të mbetet pjesë e një reparti ushtarak dhe nuk është marrë në dorëzim nga autoritetet e kishtare. Pra, udha e rrahur për në shënkoll të mbyetit shkonte gjë në një farvendi gjerë tek vija e Rosës në për rrugën e Shënmarkut. Shënmarku, thesa e Patosit, kisha e vjetër, këto kanë qenë pikat e referimit, dhe vau i Rosës ka qenë diku në Kënet. Dhe ai flet pastaj që pikërisht për ngjarjet e romanit që flet për familjen, për gratë e Shpiragajve që shkojnë në kishën e shënkollit të mbyetit, që ka mbetur dhe sot pikë referimi, por që mes postimin e saj dhe me ndërtimin e kësaj çezme, pikërisht ky toponim u zhduk kisha e shënkollit, siç është përdorur në vitet 1930 dhe fitoi qytetarin ky toponim i ri që flet pikërisht për burimin e famshëm dhe lindi dhe emërtimi i ri çezma e mbyetit. Dhe ky emërtim duhet ketë nisur më vonë. Ky mund të jetë quajtur dhe burimi i kishës si hipotezë ose tek kisha, sepse pikërisht këto kanë qenë faltoret, kishat, xhamit, teqet, kanë qenë pikërisht pikat e referimit dhe mbi to janë ngritur dhe martesat e ndryshme. Megjithatë, është interesante, është unike ka mbetur pikërisht kjo çezëm, jo nga përdorimi, por nga emërtimi, sepse siç e shohim, këtu ka lindur pikërisht një vendbanim i ri, që ka lindur pas viteve 1990 me lëvizje demografike, dhe ky emërtim ka mbetur kësaj lagje ose kësaj, po themi gjuhën popullore, pavarësisht se vjen nga turqishtja më hall, që do të thotë çezma e mbyetit. Por pasi hapëm emisionin këtu, të dashur teleshikues, ne do ta vazhdojmë për në Portës për të ndriçuar një ngjarje historike, siç është kryengritja e vitit 1835 e Myzeqes dhe kuvendi i Portës, për cilën shumë prej jush nuk kanë dëgjuar më parë. Dhe tani nga shumë kush merret mend se po udhtojmë në rrugën nacionale Fier kthese Patosit. Porteza është një fshat me emër dhe për më tepër thuajse i ri dhe shumë i bukur. Kjo rrugë që të çon në periferi, në perëndim të fshatit, ndoshta është nga më të këqijat e fshatit. Ndoshta ende nuk i ka ardhur rradha të mirëmbajt, por kjo s'ka të bëjë me temën e emisionit tonë. Fundja, ne do të përfitojmë një fshat të gjysmës së parë të shekullit 19 me saraje të bejlerëve të pasanikëve të tjerë, me çiftligje pra nga njëra anë dhe nga ana tjetër me kasolle e shtëpi përdhese. Këtu pra dhe e kemi pikën e parë të bashkëbisedimit ton me historianin Iliran Gjika. Le ta shpalosim këtë bisedë. Meqense jemi në muaj nëntor dhe gjithmonë muaji nëntor është muaji i festave kombëtare, përgjithsisht aktivitetet me karakter politik, historik, patriotik dhe kombëtar zhvillohen në këtë muaj. Çuditërisht dhe ne këtë emision, të cilin e kemi pasur të paplanifikuar, e zhvilluam pikërisht në këtë ditë të vërejtur nëntori. Mbasi kishim një bisedë në studio pikërisht për këto ngjarje historike. Radhën e parë bën fjalë për
lidhjen shqiptare të Prizrenit deri në momentin e shpalljes pavarësisht. Edhe jemi sot jemi nga mesi nëntarit, ja dhe pak ditë, 2 javë thuaj kemi edhe Festat e mëdha. festat e mëdha. Tanzimati, ose reformat e Tanzimatit filluan në Perandorinë Osmane në vitin 1839 dhe përfunduan në vitet 1870. Ishin përpjekjet e fundit që bënte Perandoria për të reformuar, për të shndërruar në një monarki kushtetuese të tipit europiano-perëndimor. Megjithëse u zhvilluan në 2 faza, nga Sultan Abdul Mexhiti i dytë, reformat dështuan, sepse nuk mund t'i bënte këto reforma klasa e vjetër feudale osmane, por duhej një forcë e re politike, duhej borgjezia kombëtare turke, siç e tregon ngjarjet në fillim të shekullit 20, ku kemi revolucionin Xhon Turk në vitin 1908. Megjithatë, për ngjarjen e sotme dhe për pikërisht lidhi me vendin ku jemi sot këtu në Portës, janë ngjarje që janë zhvilluar përpara Tanzimatit në vitet 1830. Pra, siç e thash më parë, që Tanzimati filloi në 1839. Ne në Portës kemi ardhur për të folur për kryengritjen e Myzeqes së vitit 1835. I parapreu pra kryengritit së madhe të Rapa e Kalit. Kemi dhe Gjolekën e... Nuk do ta lidhi me kryengritjen e Nuk do ta lidhi. Rapa e Kalit, është një tjetër kryengritje e cila E di pse ngulmoj i lirë, sepse duhet sqaroj pikërisht ky moment, sepse ka një mendim të përgjithshëm se kur këto janë të një natyre. Edhe prandaj duhet sqarohesh mirë ky moment. Këtu ju keni shumë të drejtë, profesor Maku, sepse kryengritjet janë zhvilluar më tepër ndaj pakënaqësisë, jo ndaj sultanit, nuk flitej për një kryengritje me karakter kombëtar, po ishin kryengritje të shtresave të pakënaqura të shoqërisë shqiptare, që ishte integruar brenda shoqërisë turke, sepse Shqipëria ishte pjesë e perandorisë turke. Në këtë kohë nuk janë krijuar akoma nuk janë krijuar akoma 4 vilajetet e mëdha që u krijuan me Tanzimatin, që janë vilajeti i Kosovës, vilajeti i Shkodrës, i Manastirit dhe vilajeti i Janinës. Kryengritja kishte të pakënaqur nga shtresa e fshatarësisë, kishte të pakënaqur nga shtresa e nënpunësve, shtresa e mesme, por kishte të pakënaqur edhe nga shtresa e lartë e familjeve të fuqishme feudale. Pse? Kishte ndodhur një proces në Perandorinë Osmane, sapo kishin nisur reformat e para. Në këtë kohë, në Perandorinë Osmane sundonte Sultan Mahmuti i dytë, i cili në 1826 ndërmori reformën ushtarake, hoqi mercenarizmin dhe një pjesë e madhe e bejlerëve shqiptar, të cilët ishin si përmarrës të mercenarizmin, sepse ushtria osmane përbën nga 2 pjesë, ushtria e rregullt, ku bën pjesë flota, artilleria, garda perandorake që ishin jeniçerët, kalorësia akënçinjt, kishte dhe ushtrinë e përkohshme, ushtrinë e provincave, ushtrinë e spahinjve të feudalëve ushtarak, që ajo i jepte timarin si feud ushtarak shtetëror për ta shfrytzuar, dhe ata i përgjigjeshin kësaj kontrate duke marrë pjesë në fushatat ushtarake, duke kryer shërbimin ushtarak në Perandorinë Osmane. Po pikërisht këta spahinj dhe shtresa e tyre ishin të pakënaqur, sepse ata mbetën të papunë. Dhe një pjesë e madhe nuk u integruan dot në administratën turke. Pra, kishte të pakënaqur pikërisht për sipërmarrjen ushtarake. Kishte të pakënaqur nga abuzimet që bënte administrata turke, sepse ishte një perandori shumë komshe dhe shumë prej nënpunësve vinin nga territoret të tjera të perandorisë që kishin fare të bënin me Shqipërinë. Megjithatë, unë po e shkëpuz këtë leksion paksa të gjatë, sepse ndoshta nuk është edhe tërheqës për teleshikuesin, por do ndalem paksa këtu ku jemi. Këtu, të nderuar teleshikues, jemi në komunën Portës, por pikërisht në fshatin e quajtur Portës. Jemi në Portën e Madhe, sepse Portëza ndahet në Portës të Madhe, që është pikërisht ky territor me pamje nga ky cep i fushës Myzeqes, ku përballë kemi Patosin, Kalan e Margulliçit, Kodrat e Mallakastrës dhe malin e Shpiragut dhe mëtej Tomorin. Kemi dhe Portën e vogël, e cila është në krah të Portëzës së Madhe. Në qoftë se në drejtimin përballë nesh është Lindja,
atëherë i bie që Porza e vogël të jetë në juglindje. Shumë prej qytetarëve fjerake mbajnë mend, sepse atje ka qenë dikur në kohën e zborit famshëm edhe poligoni i Qitjes. Pikërisht për Pordzën, i cili është një emërtim shqip që do thotë port, akoma nuk kemi mundur që ta zbulojmë, por ideja e këtij emërtimi nuk ka të bëjë me qytetin e Fierit, paktën ideja ime si historian, por ka të bëjë me qytetin e Apolonisë, sepse këtu ka kaluar Egnatia. Dhe këtu ka qenë portat, po themi, të Apolonisë. Pra, portat e polisit të Apolonisë. Hyej në polisin e Apolonisë, që përfshin dhe qytetin e Apolonisë dhe krainën përreth, Hiderlandin përreth. Por ajo që e intrigon të leshikusin, sepse kemi prezantuar qysh në fillim të emisionit, unë sot parapëlqeva që të punoja me literaturë. Këtu kam një botim të vitit 1981 të profesor Petri Kathengjilit, të cilin për fat e kam pasur, është një nga osmanistët më të mirë që ka Shqipëria sot. Për fat e kam pasur dhe pedagog të 2 lëndëve në Fakultetin e Historisë të historisë perandorisë osmane dhe të një pjesë të historisë së Shqipërisë. Libri është Kryengritjet popullore kundër Osmanëve në Shqipëri 1833-1939 dhe është botimi i Akademisë së Shkencave. Pra është libër që mund t'i referohesh pa hezitim, sepse është një libër i mirëfillt shkencor. Çfarë thot profesor Petri Kathengili? Jo, këtu një moment vetëm. Në qoftë se bëjmë fjalë për 1833 deri në 39, edhe do bëjmë fjalë për vitin 1835, cili është ky fillim 1833? Janë kryengritjet para Tanzimatit, periudha 1833-1839. Jo, në që krahina, për shumë, bëhet fjalë të Shqipërisë. Në të gjitha krahinat e Shqipërisë kishte kënaqësi, pa kënaqësi ndaj pushtimit osman, pati revolta dhe kryengritje, por ne po do të flasim, kemi kampionuar kryengritjet e Myzaqes të vitit 1835-1837, ku do ta lidhim pikërisht me fshatin e Pordzës. Ja çfarë thot profesor Petri Kathengili, duke u bazuar tek referencat dhe që i ka marrë në arkivat turke dhe shqiptare. Në maj të vitit 1835, citon ai, qindra fshatar në udhëheqjen e Alush Bej Frakullës sulmuan pronat e çiftligjeve shtetëror në krahinë e Myzaqes dhe i shpallën ato pronë të tyre. Alush Frakulla, me anë të disa letrave, ftoi parin dhe fshatarësinë e thjeshtë të Myzaqes dhe të Tepelenës për beslidhje, duke theksuar në letrën e drejtuar Parisë së fshatit Beqish të Kazas së Tepelenës se kryengritja ka si qëllim të mbrojë të drejtat e popullit dhe të fukarenjve. Edhe pse nuk dalin qartë në letër qëllimet e kryengritjes, këtu na jepet një njoftim. Pra këtu kemi dhe nocionin e beslidhjes midis Myzaqes dhe Labërisë në këtë mes, por patjetër që ky kushtrim i është dhënë edhe Mallakastrës. Çfarë thuhet më poshtë? Kjo kryengritje re përfshiu Myzaqen e sidomos krahinat e Mallakastrës, Vlorës dhe Tepelenës. Kryengritja shti në dorë edhe disa pozita kyçe të fortifikuara të Vlorës. Pra kemi një kryengritje në të gjithë rajonin jug perëndimor të Shqipërisë. Nga kjo shtrije numri i kryengritësve arriti deri në 7.000 veta. Me kryeplejt e krajinave kryengritëse organizuan një kuvend në fshatin Portës të Kazas së Beratit. Në këtë kuvend, pra pikërisht në Portës është zhvilluar dhe kuvendi i kryengritjes së 1835-s. Kjo tregon që qendra e kryengritjes ka qenë pikërisht krahina e Myzaqes dhe iniciatori i saj dhe protagonist kryesor Alush Frakulla. Familja Frakulla në këtë mes, në këtë sens, është një familje që e ndeshim në shekujt 16, 17, 18. E ndeshim në zonën e Mallakastrës, në krahinën e Cakranit, e ndeshim në Frakull, ku ka marrë dhe emërtimin, e ndeshim në zonën e Patosit, por e ndeshim dhe në Berat, ku një nga përfaqësuesit e saj, Nezim Frakulla, që për jetën e tij është ndriçuar më shumë se sa për anëtarët e tjerë të kësaj familje, pra një nga pinjollët e kësaj familje ka qenë dhe Nezim Frakulla, Poeti i famshëm i Bejtë e Gjinjve. Poeti i famshëm i rrymës letrare të Bejtë e Gjinjve. E Qeren Bej Vlora në librin Kujtime thotë që dega e familja Frakulla ishte një deg e familjes Vlora,
që mori këtë llagap nga pronat toksore që kishte në Frakull. Frakulla ka qenë dikur Mydyriet, pra ka qenë qendra e krahinës së Myzeqes së vogël, Myzeqes që shtrihet midis Vjosës dhe Semanit. Dhe pikërisht kjo degë familjes Vlora, që u vendos në Frakull, ku ishte dhe qendra administrative e administrimit të kësaj krahine, mori pikërisht llagapin, pra nga turqishtja, mbi emrin Frakulla. Dhe përfaqësuesi i cilës është dhe Alush Bej Frakulla. Po citoj çfarë u theksuan kuvendin e Porcës. Në këtu kuvendu arrit krijimi i beslidhjes, ndërmjet tyre dhe një ushtrie me rrogë prej 40 groshësh në muaj, për çdo ushtar për t'i bërë ballë ushtrisë qeveritare. Shpenzimet për mbajtjen e ushtrisë kryengritëse do të përballoheshin prej të ardhurave të çiftliqeve shtetërore. Ky ishte edhe nga qëllimet që u vudor mbi çiftliqet e lartë përmendura. Kryekomandanti i ushtrisë u zgjodh vet Alush Bej Frakulla. Ndërsa krahinat e beslidhura, pra shikoj që del beslidhja këtu midis krahinave të Shqipërisë. Krahinat e beslidhura do të administroheshin prej kryeplegjve vendas dhe vetëm këta do të kishin të bënin në emër të beslidhjes me pushtetin qendror për të dorëzuar detyrimet ndaj shtetit. Pra del dhe qëllimi i kryengritjes ishte kundër administratës osmane e cila kishte abuzuar. Kryengritja shkaktoi shqetësim të madh në qarqet e qendrës. Për shuarjen e saj, Porta e Lartë ngarkoi valiun e Rumelis Mahmud Hamdi Pashën, i cili arriti qëllimin që kryengritjen sipas parimit për çadë dhe Sundo, që ta shtypte së fundi. Kryengritja e Myzeqes thot udhëhiqe edhe nga një feudal siç ishte Alush Bej Frakulla, që dhe pjesë në krerët e pakënaqur, të cilën në veprimtarinë e tyre kryengritëse i ka karakterizuar lëkundja, largimi, po që sot do të premtoj realizimi i ambiceve të tyre. Megjithatë, kjo përsëri mbetet një kryengritje e rëndësishme në historinë e Shqipërisë, që pikërisht nga ky libër i mirëfillt shkencor do marrë do kampionor dhe do futur në tekstin e historisë së Shqipërisë, i cili të paktën teksti shkollor priret nga lokalizma, ku autorë të ndryshëm kanë idenë dhe maninë që ngjarjet të krahinave të tyre ti vënë epiqendër dhe nuk ruajnë një raport të rregullt midis zhvillimeve dhe ngjarjeve të rëndësishme historike dhe shpërndarjes së tyre në mënyrë të barabartë, sepse me historinë mund të bëhen marrëveshje, po jo të bëhen marrëveshje ose marrëveshje të tilla të ngjashme. Diçka tjetër, me qenë se jemi këtu, unë do të citoj se 2 vjet më pas, Alush Bej Frakulla udhëhoqi dhe një kryengritje tjetër në vitin 1837. Kryengritja përfshiu po krahinën e Vlorës dhe kryesisht fushën e Myzeqes. Dhe kjo është një përgjithsisht është quajtur një kryengritje e dytë e Myzeqes. Kryengritja shkaktoi një shqetësim të madh, sepse u dërgua menjëherë kundër saj komandanti Emin Pasha me 10.000 ushtar biles, u vu në përdorim dhe flota turke, e cila dërgoi disa luftanie për të bllokuar Vlorën, për të zbarkuar aty ushtar dhe për të mos lejuar arratisjen e krerëve të kryengritjes në rast dështimit të kryengritjes dhe një shtypje të mundshme të saj nga trupa turke. Kryengritësi nuk pranuan të nështroheshin, po lexoj, udhëheqësi i tyre Alush Frakulla nuk i përgjigj për herë të dytë urdhit e Emin Pashës për të paraqitur në Berat, në vend që të binte u tërhoq pikërisht në Frakull, duke parashikuar zhvillimin e ngjarjeve, mori masa fortifikuese. Kënga popullore e trashëguar prej vitesh bën fjalë edhe për babarazinë e forcave ndërluftuese dhe për masat fortifikuese që morën kryengritësit. Së fundi pastaj kryengritja u shtyp dhe Alush Bej Frakulla së bashku me 150 veta u dërguan në kryeqytet ku u dënuan me punë të detyrueshme dhe të rëndë. Thuhet që fillimisht e dënuan me vdekje dhe ka ndërhyrë Rapo e Kali. Se si mund të jetë kjo edhe në ndoshta gojore? Deri tash burimi është i pa konfirmuar, nuk do të besojmë legjendat gojore, flitet që Rapo e Kali bleu 2 prona të Alush Frakullës në Levan dhe në Ferras. Ai është një tjetër figurë e kryengritjes, të cilët neve na del si detyrë dhe kemi si mision që në një mision të ardhshëm të realizojmë një udhtim
në Greshic, Në gjurmë të rapa. në Hekal, ndoshta edhe në qafën e Sinjës dhe në Berat, ku kemi pikërisht jo gjurmë, po një aktivitet të gjerë të rapo Hekalit. Por Beteja për marrjen e Kalas është një epopë më vete. Ideja ime është se i është mëshuar më shumë kryengritjes së rapo Hekalit se sa dy kryengritjeve të Alush Frakullës. Megjithatë, këto janë probleme që është me një ide subjektive imja, pa ndikuar në logjikën e historianëve, në profesionalizmin e tyre. Megjithatë, pas kësaj reference do t'i ftoja teleshikuesit që të shijonin paksa peizazhin që shfaqet përpara kamerës, ku kemi lindjen dhe krijimin e dy qytetësh midis Fierit dhe Patosit, sepse në dy anët e rrugës, me zhvillime demografike dhe me urbanizimin e ri, po krijohet një dy qytetësh i cili do të jetë baza e një metropoli, e themelimit të një metropoli të nesërme të Shqipërisë jugperëndimore. Lidhur me kryengritjen e Alush Frakullës, kemi një lloj konfondim, si thuash, krahinash. Mirëseqe Mallakastër. Por sikur ti ishe në rolin e një gjeografi, si do t'i përcaktoje, sepse them unë, mund të ketë evoluar edhe përfytyrimi gjeografik. Për shembull, para 150-200 vjetësh me përfytyrimet që kemi sot. Basi te profesori që kaluam, nënvizohet që kemi kryengritjen e Mirëseqes. Nuk e kanë fjalën për mjediset të zëmë fushore, kodrinore, por edhe ndërthuren ato krahinat, si thuaç, njëra me tjetrën. Do ta sqaronim këtë se nuk e kanë fjalën që ne të godasim konkretisht një mendim lokalist, për shembull. Që kjo kryengritje e Alush Frakullës është e mallakastriotëve dhe jo e mirëseqarëve, mbasi një autor, për shembull, madje arrin të thotë që nëse neve do t'i ngrinim një monument Alush Frakullës, do detyroheshim ta vinim me takijen e mirëseqarit. Përse kjo ndarje me thik midis krahinave? Kjo është vepër e grafomanëve. Juve kapët një element, nuk më kishte shkuar mendja, por mendimi im është se kohët e fundit ka një grup shumë të madh njerëzish që është përfshirë në shkruarjen e kujtimeve të historikut të fshatit, të krahinës, të lagjeve, të fiseve. Natyrisht njerëz të tillë, shumica nisen nga kontributi që të lënë dokumenta historike. Por një pjesë e madhe e tyre nuk e njohin historinë dhe i ngatrojnë metodologjinë e saj. I mëshojnë më shumë ngjarjeve epike, me karakter epik, legjendar, duke i bën një reklamim dhe një marketing të jashtëzakonshëm, ngjarjeve dhe voglinave që për ata si njerëz në mënyrë subjektive mund të kenë lënë gjurmë të pashlyeshme në jetën e tyre, por që nuk kanë ndikuar në zhvillimin e ngjarjeve. Dhe në Fier nuk i kemi shpëtuar këtyre gjërave, me dhjetra ose me qindra, jo vetëm artikull shkrues, por dhe libra shkrues, do të thosha unë, të ndryshëm, janë
pa ndjekur metodologjikën e historisë, pa njohur parimet e historicizmit dhe duke u nisur nga subjektivizmat e tyre, e kanë falsifikuar dhe e kanë masakruar historinë. Dhe kjo që thoni ju është më se vërtet. Unë do t'ju jap një shembull nga lufta e dytë botërore, kur të dy krahinat, Mallakastra e traditave të vjetra patriotike dhe luftarake dhe Myzeqeja e pjesës më perëndimore të rajonit ton, bashkëpunuan njëri me tjetrin, ku me 10 djem nga Myzeqeja u inkuadruan në formacionet partizane dhe luftuan krah për krah me mallakastriotët. Ky është shembulli i fundit dhe kryengritjet kështu janë zhvilluar. Shpërtheu në kryengritja në Mallakastër, u dha kushtrimi në Labëri, u dha kushtrimi në Myzeqe, shpërtheu kryengritja e Myzeqes, u dha kushtrimi në Labëri dhe në Mallakastër sipas pikërisht parimit të beslidhjeve, parimit të miqësive, parimit të bashkëpunimit vëllazëror, sepse mbi të gjitha kanë qenë shqiptar dhe nuk kanë qenë të ndara siç janë më shumë pikërisht artikull shkrues dhe këta njerëz me mendje të vegjël që i ndajnë. Edhe sot në realitetin e sotëm nuk mund të ndash, nuk mund të shkruash për dasira të tilla. Për shembull, mua më erdhi në mend, biletim kapen mendim, themi grupi i tret i Mallakastrës, po kanë qenë shumë djem dhe vajza nga Fieri dhe nga rrethinat që shkuan në Fratara, për shembull, shkuan në Mallakastër, u bashkuan, dakord, kur themi si vend, ku vendi i Portës është që kemi realisht në mend edhe për këtë bëjmë fjalë, por s'mund të thonë që këtu mbrojnë njerëzit nga Porteza. Ekziston një farë rivaliteti provincial i bisedave të tavolinave që zhvillohet ku personazhe që e konsiderojnë veten, ka shumë mendje të mora, Bonaparte të krahinës dhe të fshatrave, i bien gjoksit dhe thonë ne dhe jo ata. Këto janë më shumë subjektivizma që koha do t'i lëri. Qartë, ne po i referohemi. Ne jemi pikërisht në Portës dhe po të fokusoj kameramani ynë Elya peizazhin, që është më në fund koha u hap, dielli po rrezaton më fort dhe natyra bëhet më të rejse dhe ku në këtë mjedis rural mund të shlodhesh, por duke mbajtur duke parë dhe duke mbajtur sy tek vargu kodrinor, nuk mund të ndash dot Mallakastrën përtej me Myzeqen që e shohim. Nuk asnjë gjeograf nuk mund ta ndaj, sepse ka futje dhe dalje të toponimeve, të vendbanimeve, të urbanizimit që të çuditshëm që po ndodh tashti, i cili kështu ka qenë dhe në atë periudhë. Librat historik na e paraqesin kushtrimin e krahinave shumë të qartë, bashkëpunimin midis tyre. Historiografia e Shqipërisë, siç e cituam pak më parë, na i pasqyron këto ngjarje në mënyrë më precize. Atëherë, kujt i shërbejnë këto motive, këto ndikime negative, siç cituat ju një autor që unë nuk e kam lexuar, por që e marr me mend që mendje të tilla mund të prodhojnë gjëra të tilla që nuk i shërbejnë shqiptarëve. Dhe unë do t'jap një mesazh, siç kemi thënë gjithmonë në emisionin tonë, që emisioni ynë është një emision me vlera njohëse, por dhe një emision që ka një karakter të thellë sqarues të zhvillimit të ngjarjeve historike. Le të vim konkretisht tek kryengritja e Lus Frakullës. Atëre, është e pamundur një që të mblidhet një ushtrim me 10.000 luftëtar, 7.000, 10.000 që ta të jenë të një fshati, ta zëmë në Frakull. Është tjetëri që ku merë zizëllimin e parë, apo jo? Kryengritja merë këtu, ka një pikëqendër në Frakullën e madhe apo të vogël, na thonë që ai jo përkundazi ka lindur në Peshtan,
dikush thot Në Kreshpan. në Kreshpan. Në Kreshpan, pikërisht në Kreshpan është dokumentuar që kanë qenë Sarajet Alush Frakullës. Ai do të ketë pasur 2 seli. Selin në Kreshpan dhe atë në Frakull. Por kjo s'do të thotë që kryengritja është mallakastriote, e mallakastriotëve, sepse aty ti citove pak më parë për karakterin e gjerë që merr një kryengritje si e tillë. Përfshihet që nga Tepelena, nga Labëria. Kryengritja nuk ka qenë vetëm e myzeqarëve, ka qenë dhe mallakastriotëve, edhe e lebrëve. Në kryengritje mund të ketë pasur edhe toskë të tjerë nga Shqipëria e Jugut. Siç dhe në kryengritjen e 1847-s nuk ishte vetëm e Mallakastrës, por ishte edhe e Labërisë, të cilët i përgjigjen kushtrimit. Urdhëron do bëjmë fjalë kur të një vit dita e emisionit. Është akoma vendi toponimit. 300 lebër, varret e lebrëve quhen. Domethënë, por morën pjesë dhe myzeqarët dhe banorë të tjerë të toskërisë. Ky problem, profesor Maku, është si problemi i kryengritjes së përgjithshme të pavarësisë. Kryengritja e pavarësisë mund të jetë fare mirë kryengritja e Kosovës, se në Kosovë filloi. Por ajo kryengritje e pati evidentimin dhe finalizimin në Vlorë me ngritjen e flamurit. Dhe në Vlorë u mblodhën përfaqësues nga e gjithë Shqipëria. Ai quhet kuvendi i Vlorës, por ishte kuvendi i gjithë Shqipërisë. Pra, nuk duhet marrë emërtimi. sepse Emërtimi është mund të merret vendi ku organizua kryengritja ose ku janë fillesat e saj. Por pikërisht në këtë kryengritje që përmendëm ne të myzeqes, ngjarjet kryesore zhvillohen në Berat. Sepse Berati ishte qendra e Sanxhakut të Vlorës. Ati ishte qendra administrative dhe qëllimi i goditjes, siç ishte qëllimi i pikësynimi i kryengritjes ishte goditja dhe dëbimi i administratës korruptuar, administratës huaj. Jemi në vitet 1830, kur pas shtypjes dhe marrjes fund dhe njës fund procesit anarkisë feudale dhe marrjes fund pashallegje shqiptare të Janinës, të Beratit, të Shkodrës, ku qeveritarët kanë qenë qeveritar shqiptar, Porta e Lartë dërgoi në Shqipëri administrator turq ose administrator të huaj nga kombet të tjera të perandorisë osmane. Dhe pikërisht këta e keq administruan Shqipërinë. Pra kjo ishte një kryengritje shqiptarëve kundër administratës osmane. Ishte një kryengritje bashkëpunuese dhe jo një kryengritje që sot njerëz me mendësi provinciale dhe krahinore të vjetëruar janë bërë si tifozët e skuadrave të futbollit që nuk shohin zhvillimin e ndeshjes, por marrin rezultatin dhe thonë që skuadra filan është më e mirë skuadra, ndërkohë që topi është i rumbullakët. Prandaj dhe morali dhe ideja ime është kjo. Kryengritjet kanë qenë gjithëpërfshirëse, kanë qenë kryengritje të gjithë shqiptarëve, kanë qenë kryengritje që kanë treguar vlerat dhe traditat luftarake të popullit tonë, traditat më të mira, bashkëpunimin të cilën të vjetët e kanë pas në një shkallë më të lartë, dhe ky është edhe një mesazh për të gjithë brezin e ri, sepse emisioni ynë nuk ka vetëm karakter njohës, por ka dhe karakter edukues, patriotik dhe kombëtar. Dhe pikërisht këtë bashkëpunim që të vjetrit e kanë pas të theksuar, ne do ta ruajmë si gjën më të shenjtë të unitetit ton kombëtar. Dhe pikërisht këtë moral, këtë apel unë e lëshoj nëpërmjet emisionit ton, pikërisht ku jemi ulur në shkallët e një ish reparti të ushtrisë shqiptare në fshatin Portës të Fierit, ku u zhvillua dhe kuvendi historik i kryengritjes së vitit 1835. Atëherë, po të rikthehemi aty mendimit shumë të drejtë që ti dhe, që në radhë të parë këto kanë karakter kombëtar. Dhe në kuadrin e taktikës luftarake, si që mendoj unë, në rast se nuk inkuadrohet në mbar kombëtar ngjarja, këtë mbar kombëtare, si që ishte shpallja e pavarësisë, që nuk ishte më çështje e Vlorës vetëm, po ishte gjithë kombëtare, sepse ne bëm fjalë që edhe nga Cakrani, dhe nga gjithë Mallakasa, edhe nga Myzeqeja, edhe këtu poshtë në
në Zharrës, në Frashër, u krijon njësitë të qeta territoriale të cilat shkuan në ndihmë dhe morën pjesë me armë në dorë, qoftë në pavarësi dhe qoftë në luftën e Vlorës. Edhe kur themi kryengritje rajonale, edhe ndoshta do të doja që t'jepja mendimin që përse këto shuhen shpejt dhe shtypen me lehtësi në rastin konkret. Këto kanë qenë kryengritje specifike, ishe vetëm kundër, ishin kryengritje më tepër presion ndaj portës lartë që të largonte qeveritarët e korruptuar. Me largimin e tyre ose me premtimet që bëheshin, nëpërmjet të tjerë njerëzish që ishin në punës në administratën osmane dhe që kishin bashkëpunuar me Alush Frakullën, me Rapo e Kalin, të gjithë këtyre njerëzve janë ofruar tituj, grada, ju është premtuar lënia përgjysme e kryengritje sepse kërkesa do të realizohen. Atëherë kryengritja ka arritur qëllimin. Mos shohim në mënyrë radikale, këto nuk ishin kryengritje që do të përmbysnin sultanin. As për lirin e pavarësinë. As për lirin, por ishin kryengritje të karakterit ekonomik. Ashtu si zhvillohen dhe sot greva, zhvillohen demonstrata, nënshkruhen peticione, të cilat kanë një qëllim të caktuar. Bëhet presion, bëhet lobbying nga grupe të tilla të presioni që qëllimi të realizohet dhe ato kërkesa që përmbajnë grupe të caktuara të pikërisht të marrin rrugën e zgjidhjes. Dhe këto kryengritje dhe për këto kryengritje kështu ka operuar. Atëherë këto dhe vendi që ata zgjodhen për organizimin e këtij kuvendi ka qenë vërtet një gjetje e duhur, sepse është një vend Porza, është një vend i fortifikuar. Një vend që ka një fush pamje të gjerë edhe nga pikpamja gjeografike që në mënyrë figurative tregonte edhe krahinat, por dhe objektivat e kryengritjes. Atëherë që ta sqarojmë mirë për teleshikuesin, është ndryshe kur karakteri i një kryengritjeje të armatosur është gjithë përfshirës, siç kemi rastin konkret me shpallën e pavarësisë, ju parapri nga lidhja shqiptare Prizrenit, edhe është ndryshe kur ka interesa, si thuash, mbase jo dhe aq kombëtare por lokale, siç është në rastin konkret që ishte kundër një administrate apo jo? Siç ishte administrata osmane, një administratë që për kohën ka qenë korruptuar dhe që ka dashur si gjithë administrata turke në fundin e perandorisë, në fundin e jetës perandorisë osmane, që nëpërmjet abuzimeve me pushtetin kërkonte të pasurohej. Ndoshta kjo është realizuar në kryengritjen e parë, nuk u realizua në kryengritjen e dytë Alush Frakull të 1837-s dhe i luftoi derisa u ka porob në Frakull, por që dokumentat historike nuk na japin një pamje ose nuk na japin një panoramë të qartë që dhe ne të shkonim në Frakull, të shkonim në Peshtan apo të shkojmë në Kreshpan për të treguar ose për të pasqyruar teatrin e zhvillimit të ngjarjeve që të ndikojmë dhe ne nëpërmjet ose këto dy kryengritje të viteve 1837, 1835 dhe 37 të pasqyrohen në tekstet e historisë së Shqipërisë. Bashkëbisedimi ton i erdhi tashmë fundi, ja ku jemi në pjesën lindore të Portezës, përballë kemi pamje të mrekullueshme të këtij fshati dhe gjithsesi do të mundohemi të themi diçka në vend të mbylljes.
Ilir, në mbyllje do të doja edhe njëherë të nënvizoje karakterin e këtyre kryengritjeve për t'i dalluar në thelb ku ndryshojnë njëra nga tjetra, sepse në fundit në kuptimin masiv janë revolta popullore. Por duke patur parasysh edhe përvojën e rreth e veriut të Shkodrës, kemi një kryengritje të Armatosut që ka këtë karakter, kemi edhe një kryengritje të tjetër, të Rapo e Kalit, ose të... Të gjitha kryengritjet e para Tanzimatit, siç kanë qenë kryengritja e Beratit, kryengritja e Shkodrës, kryengritjet e Kosovës, që janë zhvilluar në vitet 1833, 1837, kanë patur të njëjtin karakter, të njëjtin ngjashmëri si dy kryengritjet që tham, për cilat folëm pak më parë të Myzeqes, të cilat i ndajnë nga njëra tjetra 2 vjet, si diferencë zhvillimi, kryengritja e parë 1835 dhe kryengritja e dytë e 1837, që lidhen me një emër, me Alush Bej Frakullën, i cili rrite nga familja Frakulla, që ishte një deg e familjes Vlora. Pikërisht këto kryengritje patën si epicentër të zhvillimit të tyre rajonin ton të Fierit dhe janë quajtur nga historiografia kryengritje të Myzeqes. A mund të bëjmë një jo artific, por edhe jo për të qenë mos prishur qef me në një studius ose çfarë do që tjetë ai amator. A mund të themi kryengritjet e Myzeqes rreth Mallakastrës? Historiografia i trajton si kryengritje të Myzeqes në emërtesë. Zhvillimi i teatrit të ngjarjeve, thash pak më parë sqarova, u zhvilluan Berat, në to morën pjesë Mallakastriot, Lebër, Tosk, por historiografia i njeh si kryengritje të Myzeqes. Ashtu si që nuk mund të bëjmë dhe një artific që themi kryengritja e 1837 ishte kryengritje e Labëris, sepse kuvendi u zhvillua kryengritja e 1847 mund të quhet kryengritje e Labëris, se kuvendi u zhvillua në Mesaplik dhe atje u krijua beslidhja me nëkrye Zenel Aga Gjolekën. Jo, kryengritja e Mallakas 1847 mbetet me emërtimit të Mallakastrës, teatri i ngjarjeve u zhvillua në Mallakastër, por këtë do ta zbulojmë më vonë. Sqaroj pikërisht në kufirin ndarës midis Mallakastrës dhe Myzeqes, në këtë pikë të cilin nuk e kemi pasqyruar asnjëherë Fierin, i cili duket përtej, dhe pikërisht këtu jemi në Portëzën e vogël dhe po tregojmë Portëzën e madhe, aty ku u zhvillua kuvendi historik i kryengritjes së 1835, që ka qenë një ngjarje e pandriçuar në historiografinë shqiptare dhe për teleshikuesin e televizionit ton ka qenë e panjohur si ngjarje. Atëherë të nderuar teleshikues, këtu po e mbyllim këtë pikë të emisionit ton Vëzhgime historike dhe arkeologjike. Kjo temë është e hapur për kryengritjet e mëdha të Tanzimatit dhe ne konkretisht në një ditë të caktuar do të vemi në Mallakastër te kryengritjet e kësaj krahine, të cilat mirëfilli, siç e tha dhe historiani Gjika, quhen kryengritja e fshatarësisë së Mallakastrës, kryengritja e Tanzimatit. Atëre këtu nga Portëza, ku u mblodh kuvendi, u lidh ose beslidhja e Portëzës, ju përshëndesim në emër të historianit Iliran Gjika. Faleminderit. Të operatorit ton Elio Kalivaçi dhe në emrin tim gazetarit Maku Pone. Shëndet edhe gjithë të mirat.